Shpresa është veprim. E kundërta e saj është dëshira, e dëshirat janë pa veprim. Ai i cili shpreson për arsye se ka bën një dipunë, ka bën një vepër, kurse ai i cili dëshiron nuk ka bën vepër. Dhe është pasiv, thjesht dëshiron, por nuk është aktiv. Sikur një njeri i cili për shembull me një biznes merr pjesë dhe kontribon në atë biznes dhe shpreson se ka me fitu. Ky ka drejt me shpresuar në fitim. Kurse ky i cili dëshiron, ky nuk ka marrë pjesë, nuk ka participu kur gjë në atë biznes, për këtë arsye edhe ky jetë pa parë dhe jetë pa asnjë sen. Domethënë ky është dallimi mes shpresës dhe edhe dëshirës. Domethënë dëshira nuk ka veprim, kurse shpresa ka veprim. E te shpresa, veprimi i shpresës është pendimi, kthimi tek Allahu dhe Lëshanu, ai i cili shpreson tek Allahu është penduar, është kthyer dhe shpreson që Allahu dhe Lëshanu ta fal, ta mëshiron, t'ia fal gjunahët e kështu me radhë.